Prej disa ditësh në qytetin e Ferizajt ka nisur një peticion qytetar që kërkon largimin e emrit Urosh Shevac nga dokumentet zyrtare dhe përdorimin e vetëm të emrit Ferizaj. Për këtë iniciativë dhe synimet e saj, ne jemi tashmë në linjë telefonike me organizatorin e peticionit, Bashkim Fazliun. Bashkim, përshëndetje, mirëmëngjesi, mirë se erdhe në valët e programit të Radio Kosovës. Përshëndetje, mirëmëngjesi për gjithë ju dhe dëgjuesit e Radio Kosovës. Bashkim, si lindi iniciativa për organizimin e këtij peticioni dhe pse pikërisht tani? Po shikoni se pari kushdo prej neve që hyn ton kohë nëpër internet ka të pamundur pa i dal në një hartë ose të toponim ku përmendet vetëm Urosh Shevaci. Sot është një dominim jo real i plot i politikës serbe mbi Kosovë, mbi toponimet tona. E keni po në Google se kudo që hyn është vetëm Urosh Shevaci se ka mbet relikt i pushtuesit serb. Na veç sa për informacion të dëgjuesve tuaj, unë jam marrë me këtë çështje në autonomën kur kam qenë pjesë e një komiteti të sigurisë të shtetit të Ferizajt nga tetori në autonomës deri vonë, te i ka fundi 2000-s. Një komitet i përbër nga KFOR amerikan, grek, UNMIK-u, OSBE-u, NSR e tjera, ku kemi pas ballafaqime të tilla, që në start pasi ndërkombëtar kur kanë ardhur në Kosovë, ata Ferizajt ju kanë referuar vetëm si Urosh Shevac, pasi nëse ju kujtohet, gjatë viteve 90 pushtuesi serb e patheq edhe emrin Ferizaj tërësisht nga përdorimi pa na vetë fare. Të thotë një herë ka vendosur mbretëria serbe me 16 janar 1914, edhe pastaj edhe gjatë viteve 90 ata ka ikë edhe emri Ferizaj komplet. Edhe prandaj si rregull e kësaj ende në përbot, në hartat e botës figuron vetëm Urosh Shevac edhe në Qirëllisë. Kësaj unë qysh vitin e kaluar me 4 shtator 2025 kam bë publike si program këtë projekt për një Ferizaj pa Urosh Shevac. Bile në ditëlindjen time kam bë publike që do të jetë ky një prioriteteve të mia për të cilën nevojitet një konsensus së pari i Ferizajt e pastaj edhe në koordinim me nivelin qendror. Që në start e kam treguar se kjo është çështje niveli qendror, por nevojitet një konsensus i nivelit lokal. Pse po e them këtë? Pasi para se më nis peticionin kam pas kontakte, takime të drejt për drejta, duke filluar nga kryetari i komunës Zotë Gimaliu, pastaj me kryetarin e qendrës së vendosjes në Ferizaj, Zonja Fatballa, Zoka Ireka, pastaj me kryetarin e LDK-s në Ferizaj, Visar Azemi, kryetarin e Aleancës në Ferizaj, Alberton Sahiti, kryetarin e nismës Ne Mundemi, iniciativës qytetare Ne Mundemi, Baltan Dërguti, pastaj me kryetarin e nismës Dekan Ferizaj, Neat Mustafa. Kam pas takime pastaj me përfaqësues e komuniteteve jo shumicë në Ferizaj, me kryetarin e PDAK-s, Qazem Ramoni të Ashkalive, me ish nën kryetarin e komunës për komunitete Aslan Kryezio dhe Besat Jashori Zavendës, ministri i punëve i Ministrisë së Punës dhe Çështjeve të Katërit Kutës, njëherët Partisë Ashkalive, Partisë Socialdemokrate të Ashkalive, pastaj me Isa Osmanin nga IRDK e komunitetit egjiptian dhe me Mehmet Jashorin e komunitetit të Rom, si dhe me nënkryetarin e komunës për komunitetin jeton në Mini, ku nga të gjithë ka marrë mbështetje për këtë peticion, për këtë projekt për një Ferizaj pa Urosh Shevac. Do thotë, kjo shkruan edhe në peticion që kjo iniciativë thotë mbështetet nga kryetari i komunës dhe nga të gjitha subjektet politike në Ferizaj përfshirë komunitetet e shumicës. Por kjo është një kërkesë e të gjithë qytetarëve të Ferizajt pa dallim. Nuk është as e imi, as e vetëm një grupi, po është e të gjithë qytetarëve të Ferizajt pa dallim, e cila gjë po dëshmohet edhe me mbështetjen e madhe që ka në terren ky
peticion. Thatë pse tash. Shikoni, ka pas disa momente, mos ta harrojmë se i kam dëgju disa që thonë, ja ti sori, përzi njerëzit, dashmi me ulumtu, se kam ulumtu gjatë për këtë çështje, se kur ti me një punë njerëz që mënyrën e dinë që çka të nisi e bitisi, në kuptimin çka të nisi edhe e përfundoi, nuk nisi diçka pa e po ending, pa e po përfundimin e qartë. Në këtë rast, që siç e dini edhe miku im, ish kryetori Honi Terezi ka heq me këngullin e tij, ka heq emrin e kriminalit General Janković nga Honi Terezi. Dhe kjo heqje është bërë me vendim Kuvendi i Kosovës në vitin 2012, le ta kenë qartë qytetarët dëgjuesit tuaj. Në vitin 2012, pas pavarësisë, nuk është heq para atisorit, po pas pavarësisë. Se po ka keq interpretime. Bashkim. Pastaj përflitet kam dëgju disa kanë shku aq larg sa që mendojnë se serbët kanë veto. Serbët nuk kanë veto në kushtetutën e Republikës Kosovës, as në ligj të Kosovës, nuk kanë veto askush. Dhe në ky rast nuk ka të bëj asgjë absolutisht. Ky peticion e kam përmend, e kam bërë publike. Ky peticion në asnjë mënyrë nuk cenon të drejtat e garantuara të asnjë komuniteti dhe as komuniteti serb. Po, e keni theksuar këtë. Po pasi ne në tekst të thot qytetarët e Ferizaj për nënshkruan një tekst ku thot që Ferizaj të mbetet edhe në gjuhën serbe. Të thot në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Ne po shihet qartë që nuk kemi kundër asnjë komuniteti. Po është kërkesë e qytetarëve edhe konformistorisë. Pasi dihet se emri Uroševac është produkt i pushtuesit serb. Është me një vendim të mbretërisë serbe të Këshillit të Ministrave të mbretërisë serbe të datës 16 janar 1914, të cilën ne kemi kërkuar me shfuqizu dhe lënë në përdorim vetëm të emrit Ferizaj. Se edhe emri Ferizaj, nëse dikush mendon që është shqip, nuk është shqip. Kjo është rënd, bile serbët para pushtimit i kishin pasur Ferizaj. Absolut kur nuk është përmend emri Uroševac. Vetëm edhe një element, pse tani thoni. Se besoj kuptova e botë dhe pyetëm pse tani. Po mendoj se është një momentum shumë i mirë, i qartë, pikërisht tani. Dhe të fakti që asnjë parti politike shqiptare nuk bashkëpunon me listën serbska, e cila ka pas sulme terroriste në Republikën e Kosovës, kjo është dëshmi, kjo është fakt, kjo është momentum më i qartë që unë ne kërkoj një unitet të partive shqiptare dhe komuniteteve jo serbe. Është një momentum të cilën mendoj se mund ta përdorim edhe për shtyrjen e kësaj kërkese të drejtë të qytetarëve. Bashkim, pavarësisht të qëllimit tuaj kryesor për këtë nismë dhe asaj çfarë ju synoni të arrini, po ashtu e dim se keni theksuar se kjo nismë nuk është kundër asnjë komuniteti. Cila është baza ligjore mbi cilën mbështetet peticioni dhe cilat janë procedurat që duhet të ndiqni pas mbledhjes së nënshkrimeve? Po, ne së pari peticioni është një e drejtë e garantuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ku qytetarët mund të mbledhin nënshkrime për një çështje për të ngritur një nismë legislative. Do thotë me 10.000 nënshkrime qytetarët mund të nisin në një nismë legislative. Do thotë kjo është e garantuar. Janë disa kushte për çka nuk mund të bëhet peticioni, por nuk është kjo. Siç thash më parë, ne kam analizuar qartë si ka shkuar edhe çështja e General Jankovićit, pastaj jemi konsultuar edhe me ish-kryetorin e Honi Terezit për ufisumën të cilën e përshëndes nga bolët tuaja. Dhe ne kemi bazën e qartë ligjore. Së pari është vullnet i qytetarëve që banojnë në Ferizaj, i gjithë qytetarëve të Ferizaj. Nuk mundet një komunitet tjetër që sjeton në Ferizaj me na imponu neve në emër të asnjë drejte që me mbojt një emër, as më pak një emër që nuk është, ky është emër paralel, të kuptohemi. Nuk është emri Uroševac varianti serbisht. Kjo është gabimi që do po mendoj. Nuk është sikur kur themi fush Kosovë, Kosovopoli.
Emri Uroshevas është një emër tërësisht tjetër, është emër paralel i emrit Ferizaj. Nuk është përkthim i Ferizojit. Ti shkon për shembull Ferizojit, nuk e shumë ose s'ke shumë bazë, se e ka bazën Feriz, po ky është Uroshevas, është emër komplet tjetër. Prandaj ne kemi kërkuar që Feriza të mbetet vetëm i vetmi emër në përdorim zyrtar në të 3 gjuhët. Tërso, Uroshevasi me ufshi tërësisht, pasi nuk ka të bëj as në historinë tonë, edhe as që me Ferizajn, është qartë, është e dokumentuar kur është vendosur. Mbi cilën bazë, dikush mund të na detyroj qytetarët të Ferizajt ta mbajnë në dokumente, regjistra të tjera, një emër të poshtuesit, një emër i cili, pra, peticioni është një lloj referendumi, të kuptoni. Në këtë mënyrë qytetarët po thonë që na nuk e dojmë më këtë emër. Kush mund të më na imponojë më? Ne nuk po kërkojmë që zgjojmë po tokën me ndërru. A kupton? Po vi kuptojmë thjesht. Ne kemi qartë, zgjojmë po tokë, ne kemi aq shumë emra të tjerë të qyteteve. Për shembull, zgjojmë po tokë është një shembull tipik ku nuk ka. A e dini cili është varianti shqip i zgjojmë po tokët? Sipas kushtetutës, nuk ka. Ndërsa emri Zubin Potok është tërësisht në gjuhën serbe. Ne s'po miremi me Zubin Potok, se janë edhe qytetarët aty që pastaj me shumicë mund ta kundërshtojnë. Andaj nuk i lejojmë as ata të Zubin Potokut, as listës sërbska, që përfaqëson sidomos serbët e veri, me na imponuar neve një emër të tillë. Kjo është edhe një ftesë që ata të reflektojnë, pasi nuk ju bën mirë. Thjesht për ta më edhe pe i volë tuaj nuk ju bën mirë. Po është një ftesë edhe për shqiptarët. Po ju them nga këtu që cili do që tenton të çet lloj pengesa koti edhe të pa baza, dini që ata janë duke punuar për me mbajtur Uroshevasi. Ne jemi me një moment, qytetarët e Ferizajt nuk duan ta mbajnë Uroshevasin. Kushdo që del, që çet pengesa dëshme, që tenton me mbajt, atëherë ata janë bashkëpunëtor të Serbisë ose mbrojtës të interesave të Serbisë në Kosovë. Nuk ka këtu mo anekni. S'ka mo filmire. Ja je me mbajt. Po. Sa interesim ka pasur deri tani nga qytetarët për të nënshkruar këtë peticion dhe a jeni të kënaqur me mbështetjen që po merr kjo nismë, sido që të jetë çfarë pengesash juridike ose politike prisni gjatë këtij procesi dhe a keni zhvilluar ndonjë takim me përfaqësues të institucioneve qendrore apo deputet të kuvendit lidhur me këtë kërkesë? Po, kemi deputet të cilët kanë dorë vovdos në mbështetje të kësaj kërkese, edhe ne presim 100 vota pra të jenë të deputetëve shqiptar, pasi nuk kanë absolutisht asnjë arsye dhe nuk dua as të imagjinoj se ka deputet shqiptar që nuk e çon dorën për me ikur Uroshevasin, por nëse ka, dihet ka ashtu. Plus presim edhe 10 vota të minoriteteve jo serbe, ose 9, do të thotë 110 vota ne i presim për këtë kërkesë e cila i drejtohet Kuvendit të Kosovës. Pro kërkesa nuk ka kompetencë kuvendi i komunës ose institucion të tjera, por vetëm kuvendi i Kosovës e ka një kompetencë të tillë për me e shfuqizu emrin, në këtë rast emrin Uroshevas. Nuk ka, e përsërisë një herë, asnjë pengesë ligjore. Që të mos përsëritemi, por me qenë se jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe programi minutat po ikin të programit. Nëse kuvendi do ta shqyrtoj këtë iniciativë, çfarë ndryshimesh konkrete do të sillte miratimi i saj për qytetarët dhe dokumentacioni zyrtar? Jo, nuk bëhet fjalë nëse do ta shqyrtoj. Kuvendi i Kosovës, sipas rregullorës së kuvendit, edhe kushtetues e ka obligim me shqyrtu një peticion të qytetarëve. Këta kanë me shqyrtu, edhe kanë me votu. Nuk është kjo nëse. Nëse ka nëse aty, nëse dikush do ta pengoj, ne do ta përcjellim deri në fund, kushdo që do ta pengoj. Dine prej ju shpi paralajmëroj. Ata do të demaskohen si bashkëpunëtorë të interesave të Serbisë në Kosovë. Pasi qytetarët e Ferizajt e thojnë fjalën e fundit. Më pyete a ka mbështetje. Ka aq shumë mbështetje sa ne nuk kemi njerëz me afro qytetarëve me nënshkru. Ne kërkojmë edhe prej valëve të radios të
respektuar vullnetar të ri të na paraqitet, pasi ka shumë njerëz të interesuar, po nuk kemi mundësi, ne kemi shumë pak resurse njerëzore për me ju ofru. Jemi në shesh, jemi shpërndar në shumë pika, i kam shpërndar videot ku jemi edhe në bizneset më reprezentative të Ferizajt, jemi në Hipetro, në te Fitoria, te Bafkan Petro, te Pishina Ujvara, Millennium, jemi te Viva Fresh, ku do jemi, te Viva Fresh, Eli Ab, Plus Markete, ku do jemi të pranishëm. Jo me njerëz, po resursat e aty, ndërsa po të kishim njerëz, veç imagjino vetëm në Viva Fresh, po të kishim një vullnetar me nejtë aty, ai mrena javës t'i kish bon 5.000, 10.000 t'i kish në jo, po s'po kemi njerëz, dhe ka interesim të jashtëzakonshëm të qytetarëve. Edhe një element që është shumë me rëndësi, unë duhet t'i falenderoj të rinjt, jam impresionuar pa të rinjt shqiptar, qoftë që jetojnë në Kosovë, qoftë të diasporës. Ki të ri që vjen thot Uroshevas do më në shumë, dhe sot ka hy fitoria e parë, asoj që kam planifikuar, që kam nisë qysh vjet me kampanjën për një ferizë e parë, pas është arkit fitoria e parë, dhe rua. Pasi gjithë fitoria tash e ka në vokabularin e tij, në fjalorin e tij, një ferizë e parë Uroshevas. Kjo është një fitore e jashtëzakonshme. Kur bëhet pjesë dhe kërkesës shtetore. A mendoni se kjo nis mund të hap rrugën edhe për rishikimin e toponimeve të tjera në Kosovë që janë trashëguar nga periudha e administrimit serb? Sigurisht që duhet. Edhe jemi vonu. Shikoj, kanë thonë njerëzit, kanë thonë shumë më mirë, shumë qytetar, i falenderoj edhe një herë kryetarët e komunës, falenderoj gjitha partitë politike, kryetarët e tyre në Ferizaj, edhe kryetarët edhe të minoriteteve jo serbe, të cilët na kanë mbështet në këtë aksion të drejtë të qytetarëve. Shikoni, qytetarët e Ferizaj këtë kërkesë e kanë pasur secili gati në zemër, dine, se është edhe krejtën mos jemi vonu. Po ma mirë vonë se kur. Po të mos e nisëm tash. Apo mendon që jekët veta, nuk jekët. Prandaj kjo formë, ky peticion, unë mendoj që do të jetë një këndellje në nivel të Kosovës për të gjitha. Edhe për të gjitha padrejtësitë që janë ende në Kosovë, në fshatra, në përlagje, kudo. Ne nuk kemi ne nuk kemi absolutisht asnjë obligim ndaj askujt ta mbojmë një emër të përshkruesit serb. Ne jemi shumicë edhe me konventa evropiane, këta që thirrën anekni, konventat evropiane për veçëvërisje lokale. Dush me i pyet njerë banorët çka dojnë. Nuk është kjo se po harrojnë dëshë ligjet janë kohëzate, edhe unë jam inxhinier, po kam studiuar dhe juridik. Ne inxhinierët i shikojmë sa pak më thellë. Dush me i pyet, pse thash mos na provokojnë për zëbin për tokë, Lebosavece, gjitha të qytetet tjera. Asi ata banorë aty e dojnë që ashtu, okej, s'pi prekum. Po nëse ata na prekin, ata nuk i del mirë. Prandaj Ferizaj ka me Uroshevasi. Na kërkojmë ata të kuvendi Kosovës mos më diskutojmë më këtë punë. E merr peticionin, e shëton, e votojnë 110 vota edhe kryet kjo, edhe jo hop rrugë gjitha eliminimit të gjitha padrejtësive të tjera, siç e dini që ka shumë padrejtësi, për shembull në Ferizaj ki një emën tankoseshme, po kjo është katastrofë, do të thonë emën i kolonizimit serb. Qysh tash me mojt për hotër të kujt me mojt ato. Mbi cilën bazë demokratike ligjore të morësh me mojt ato. Mbi cilën bazë dikush mendon që 99.98% të qytetarëve të Ferizat janë jo serb. Unë jam befasuar që me regjistrimin 2024 ishin në Ferizaj 23 serb. Nuk e di kërkush as ku jetoj. Po janë 23 serb. Si mendon, mbi 109.000 banorë. Duhet ne të përkulemi para 23 serbëve ta mbojmë Uroshevacin, po kjo s'është as demokraci, nuk është kur fare drejte. Andaj kjo kuvendi Kosovë, deputetët e kuvendit Kosovë duhet ta kenë të qartë. E përsëris, këtu nuk ka moment mesi. Këtu ose kemi votu me hek, sipas kërkesës së qytetarëve të Ferizaj, ose kemi votu me hek Uroshevacin,
ose kemi votu me mojt edhe bano me listën sërbska pastaj. Bashkim, të falenderojmë shumë për gjitha informacionet që përcolle për dëgjuesit e programit Mëngjesi të Radio Kosovës dhe ditë të mbarë juve. Përshëndetje edhe juve dhe përshëndetje edhe një herë për gjithë dëgjuesit e Radio Kosovës, ditë të mbarë të gjithë. Faleminderit. Të nderuar miq, bashkëbiseduam me Bashkim Fazliun, organizatorin e peticionit për kërkimin e largimit të emrit Uroševac nga dokumentet zyrtare dhe përdorimin e vetëm të emrit Ferizaj, pra në qytetin e Ferizajt. Vazhdoni edhe për disa minuta të jeni me valët e programit të Radio Kosovës, ora në studion ton 8:50 minuta.